Mirëmëngjesi, ju përshëndes, mirë se erdhët në Rezën tonë, kënaqësi që të jem me ju në familje tuaja çdo mëngjes, pas kaq kohësh në fakt, për të sjellë tema të larmishme, personazhe, receta, rubrika të cilat janë bërë dhe përqafuar si pjesë e rutinës së përditshme të çdo zonje shtëpie, sikundër është po nis nga fundi nga ato çka kemi menduar për ditën e sotme, këshillat e përditshme janë të domosdoshme për të pastruar shtëpinë, për të realizuar maska. Në rubrikën tonë Bëj e ve do t'ju sugjerojmë 2 të tilla, kështu që kurioziteti juaj do të jetë deri në fund për të na ndjekur. Të fokusuar sot do të jemi tek adoleshentët. Të rinjt në ditët e sotme po përballen me sfida të mëdha, me kriza identiteti, kështu që është e domosdoshme që vazhdimisht të flasim për këtë brez që ka këto përplasjet e mëdha të cilat duhen reflektuar, qoftë në media duhet folur vazhdimisht për problemet e adoleshentëve, ndaj edhe një libër që ka ardhur së fundmi në treg, Labirint në tru, e eksploron më së shumti problematika, dinamikat, dilemat që ata kanë, krizat e identitetit, sfidat e mëdha shoqërore dhe padyshim duhet të rrëfejmë disa prej shqetësimeve duke analizuar drejt për së drejti ato, shqetësimeve të drejt për drejta të adoleshentëve. Nëse do pyesim shumë adoleshentë, cilat do janë shqetësimet reale të tyre. Për këtë do të na ndiqni dhe do të merrni këshilla të vlefshme si për prindrit, si për mësuesit, si për vetë të rinjt e sotëm. Një tjetër dritare do të hapet sot në rubrikën tonë, ku do të komunikojmë me një zonjë e cila bën diçka shumë të bukur. Ajo jeton në Vlorë, merret me kopshtari, me punëtori dhe i zhvendos vëmendjen fëmijëve të vegjël nga ekranet, nga teknologjia drejt natyrës. Ky kontakt është shkëputur pothuajse tek fëmijët, ndaj ne si prindër, ne si shoqëri duhet të bëjmë më shumë që t'i kthejmë fëmijët tek natyra. Se si Marcela jon ka arritur që të kthej fëmijët tek natyra, duhet na ndiqni për të marrë këshilla të domosdoshme se sa e rëndësishme është natyra për forcimin e gjendjeve emocionale, psikologjike, mendore të fëmijëve tanë. Në kuzhinë, shkojmë të zbulojmë së bashku recetat e ditës së sotme. Dhe ja ku jemi në kuzhinë me Albanën. Mirë se të gjeta. Mirëmëngjesi. Si e kemi nisur ditën sot? Ditën e kemi nisur me ca qofte, nuk vendos renditje, sepse po t'i marrë me renditje, dalin të tjera që janë më të thjeshta, por jam munduar që të kem vakti që t'i ketë një tryez. Po. Janë qofte ose qofte suxhuk. Qofte suxhuk nuk kanë bimët pra kanë përbërës shumë të pak. Dhe përbërësit e pak që janë dhe unë hirem direkt në përbërësit, është hudhra, mielli është gjithmonë, jo vetëm lidhës, sepse unë këtu s'kam vendosur fare vezë, pra është buka me mishin, kripa, hudhrat, kumin, pak spec djegës, që t'i japi atë ëmbëlsin. Në fund fare, unë kam mielin për një spërkatje. Kto janë gjithmonë qoftet suxhuk. Nëse ju dëshironi, shumë mirë mund të shtoni pakës fare sod. Ajo soda i bën të buta. Dhe pse mos u dëshirojmë, ja, direkt, marrë dhe pakës sod unë këtu. Edhe i bën më të fryra. Marrë shumë pak sod. Dhe e lë në vendin e dur, se më duhen një majluge sod. Ja, opa, një majluge. Atëherë. Duke i shtuar përbërësit dhe duke i treguar e grirë, spec, kumin, piper, krip. Paralelisht me këtë proces, kemi vendosur vajin të ngrohet. Po, thelpit e hudrave. Dy vendosun, sepse kam edhe masë më të pakët. Pra ju e keni masën në gjysmë kile, unë kam më pak. Kam edhe bukën e njomur. Një bukë bajate që themin e 2 feta bajate të ndënjura. Dhe sa me ndënjur të jetë buka, dhe për të pasur atë bukën e ndënjur që ne na duhet shumë mirë, vendosim fetat e bukës, i vendosim në
në pufja sëku, ose në qese që janë prej pambuku ose beze. Kjo është gjëja më e mirë. Ato ne i bëjmë edhe për trahana, për papare që është vërtet papare, sepse ka shumë pak përdorim. Këtu, marë fetat e bukës, të vendosura në ujë dhe të zbutura. Por, do t'ja largojmë ujën, do t'i shtrydhim. E largoj ujën mirë. Derisa, ka që më duhet si mas, nuk më duhet tjetra, masa tjetër. Masa tjetër, sërish do më duhet për gatimin që ka më pas. Se, si që thonë të vjetrit, është gjunaf të hedhim bukën. Ja. Ta qojmë dëm atë, kështu që riciklojmë. Si një papare, edhe buka që në angelet ja bëjmë këto qoftet. Dhe asgjë nuk shkon dëm. E mirat mirave është gjithmonë që brumi qofteve kur punohet, e di që e kam thënë, për do ta them gjithmonë. Duhet të punohet në 15 minuta dhe duhet të qëndroj 1 orë në frigorifer. Sepse është në ambient të ftohtë, nuk vendoset në ambientin e duhur, këtu për shembull ku jam unë, se dritat bëjnë që të nxehet, bën që të kontaminohen, të prishën produktet, patjetër sepse është shumë vap, dhe kemi atë masën e lëshuar kur ne shtojmë vezë. Pra derisa, në rastet e rralla, derisa doreza nuk ka ngjitjen e brumit. Në përgjithësi doreza tërheq brumin çfarëdo që ne të bëjmë. Pra derisa mos e ketë atë tërheqjen e brumit. Shohim që është një masë e duhur. Largoj dorezat se nuk më duhen më. Vajin e largoj paksa, duke e shtuar me vaj që të kem atë temperaturën e duhur, dhe i kryojmë. Pra, e veçanta që kemi dalë pak nga, le themi, receta, përgatitja e qofteve që mund të kemi përgatitur kohë më përpara, është shtimi i kuminit, është shtimi i specit djegës për lezetin e shijes. Kemi shtuar vezën, se nuk ka vezë, ka vetëm bukën e njomur, kripën, piperin, kumin, spec djegës, gjithsesi po i përmbledh edhe njerë në gramaturat përkatëse recetën tonë të qofteve suxhuk, ndryshe nga qoftet e zakonshme që jemi mësuar të përgatisim. I tregojmë edhe njerë, Albana po i jep formën përpara se t'i vendosim për të skuqur, duke i pudrosur me pak miell. Por receta jonë e shkruar do t'jetë tani në ekran për ta shënuar dhe ju dhe për t'i mbajtur shënim në blokun tuaj të recetave, ndoshta edhe në galerinë e fotove. 500 gram mish i grir viçi, 2 feta bukë të thatë, 8 thelpinj hudhër, 1 lugë gjelle kumin, 1 lugë çaj piper i zi, 1 lugë çaj spec djegës i ëmbël, 1 lugë çaj krip, pak miell për të pudrosjen dhe 1 gotë me vaj lule dielli për skuqje. Qofte suxhuk. Vjen një kombinim i aromave, i kuminit edhe i hudhrave, edhe që janë të domosdoshme dhe shumë të shëndetshme për t'i konsumuar. Vajin e kemi të ngrohur, besoj. Prandaj dhe e kam lënë. Ne kemi përgatitur një masë më pakët nga gramaturat që tregojmë aty. Aty e keni gramaturën e plot për gjithë familjen tuaj. Këtu përgatitet për masa në porcione më të vogla. Fillojmë dhe i skuqim me miell një pudrosi që të mos ngjisin, por qëndrojnë dhe krokante nga jashtë, të buta brenda. Ja një ide, një sugjerim për drekën e sotme, duke e shoqëruar atë me ndonjë sallatë, me ndonjë gatim tjetër që mund të ketë familja. Kemi sjellë plot kombinime dhe të sallatave, mund t'i referoheni rubrikës tonë të gatimit në YouTube, në kanalin tonë zyrtar, Reze Dielli. Okej, duke i shtuar aty, duke skuqur një tigan. Është një tigan mjaftueshëm për t'ju treguar juve si recet, për t'ja u sugjeruar, me pak miell super olap për pudrosjen. Ul pak nxehtësinë tani. Pra, shumë thjesht, shumë pak përbërës, siç e duan vetë qoftë. Kalon edhe suxhuku kalon që mos ketë miellin e tepërt.
kështu. I le të bëhen. Do t'i vendosin tani, do t'i vendosin ka pak apo djersiten më? Do të është më mirë pak. Është pak, sepse më kryon avujt edhe... Po. Edhe quen ato. Ne duam t'jenë që krokante nga jashtë. Përse në përgjithësi bëhet izolimi te bifteku ose tek gjërat mishtore që janë, gjithmonë për të mbajtur shija dhe mos jenë të thata brenda. Prandaj bëhet dhe izolimi me miell, se normalisht edhe ashtu qëndron, duke skuqen, duke lënë shumë pak vaj ose duke futur në furrë. Por prandaj janë dhe qofte suxhuk. Pra duhet të ketë atë shijen dhe jo se atë qofte që ne shtojmë. Pra duhet të jetë shija autentike e mishit. Këtu gjithë kryesore është të jetë një mish cilësor. Pikërisht. Ja të shojmë të parën, ndoshta ka marrë pra, faqe. Duhet të jetë avash. Super, duken shumë të mira. Edhe pak sot që i hodhëm ne, i jep pak volum. Po, patjetër, jep edhe shijen. Unë kam vendosur... Një gotë birë për shembull, edhe këto qofte të shkon për bukurinë. Po. Apo jo? Tërheqja me mirë është duke i shtuar erza djegëse pak më tepër për të pasur atë shijen më pas, çfarë konsumon, birën ose verën, për të pasur... Ajo është çelësi i suksesit në ushqim, është që ti vendos më shumë djegëse, që ti të tërheqësh pijen. Po. Në çfarë do ta shoqërosh? Mund të jetë pa alkol pija. Urdhëron? Mund të jetë dhe pa alkol bira. Se thonë, të themin e birë, mund të jetë dhe birë pa alkol. E shoqëron shumë mirë edhe qoftën, apo jo? Jo, nuk jam jashtë të këtyre pijeve, nuk thu. Unë me një pije që kam edhe Një gotë asë një gjë, fitoestrogen ka bira, edhe për gradë një gotë është mjaftueshëm kaq. Pa e tepruar. Pra, ndahemi në merakli ushqimi dhe në merakli pijes. Jo, edhe unë jam të pijet, nuk është se e konsumoj alkoholin. Unë jam të... Por që shoh që kjo recet shkon qik me atë gotën e birës. Unë jam brënda. Ti aty brënda t'i kanë, të mjafton. Më jep. E kemë re që nëse unë do konsumoj ushqim në darë, dhe dje kam konsumuar praktikisht, po shumë pak, e nesërmja është shumë e lumtur. Do të vërroje të shtëpia. Do të vërroje të shtëpia, se s'ka mundësi. 2 orë para gjumit, Darka, kemi thënë 2 deri në 3 orë para gjumit, që të tretet ushqimi. Flesh dhe rehat. Po, është tretur, moj, është tretur. Na, një brusë kam vetur. E tret me mendim, se një dorë mi e bërë. S'ka ku. Gosa ku më kërkon në shtëpi kur unë vi, them, ha mam, ku je, thot, zërin të dëgjoj, nuk të shoh ku jem, thot, më ke humbur. Nëse, shaka, ju veproni sipas çdo trup, metabolizëm edhe shi janë komplet ndryshe, kështu që se çfarë i bën mirë njërit nuk i bën mirë tjetrit, se cili vakt të pëlqen të konsumon. Po njëri gjumë ushqimor duhet faktikisht. Shumë personal. Edhe kur je në një mosh, është individual për secilin. Duam na pëlqen, s'na pëlqen, duhet. Se e dihet që dikush e pëlqen qoftet mishin, dikush si konsumon, dikush konsumon diçka tjetër. E dashuroj kaq, e dashuroj. Mirë, tani do t'i lëmë të skuqen dhe pa nga ana tjetër dhe bëjmë gati për recetën e dytë. Ne do të shkëputen vetëm pak minuta për mesazhin promocional të Prostatol Kompleks. Për kaq shumë kohësh kemi sugjeruar një suplement bimor pa efekte anësore, kështu që merrni edhe sot ofertën e ditës dhe rikthehemi për recetën e dytë. Ja të kemi në kuzhinën tonë përsëri për të vazhduar me recetën e dytë, por përpara se të shkojmë aty, le të shijojmë pak. Duke i parë fillimisht qoftet dhe pastaj kur t'je gati, do t'i provojmë. Do t'i vendosësh këtu? Po, do t'i vendos aty. Sigurisht që duan dhe një shoqërim apo një garnitur për t'i sjellë në pjatë siç duhet. Dihet që edhe qoftet, edhe mishi kur e konsumojmë, kur ne e shoqërojmë me perime, është më e lehtë edhe përthithja e elementeve, tretja e tij, kështu që ndaj dhe mishi shoqërohet vazhdimisht me perime kur e konsumojmë. Ja, më pak pjatën të lutem, po. E vendosim pjatën. Super. Dhe sidomos me jeshilloqe. Një sallatë e thjeshtë jeshile. As vaj absolutisht thjesht, një zbutje.
metali më këtu. Si o dhe vaj nga që kanë vaj qofte, të? Po. Okej. Shtojmë edhe vajnë e qofteve në to, i përzijem pastaj dhe i konsumojmë mrekullisht mirë, bukur. Është një sekret, gjë që unë nuk po e respektoj tani për momentin. Asnjëherë mishi i nxehtë gjithçka mishi i peshku çfarë do të jetë nxehtë nuk vendoset në sallatë, sepse sallata fillon të zbutet dhe merr atë ngjyrën e ndaj dhe ne vendosëm një antigani, në që të ftoheshin pak qoftet. Edhe kjo këtu. Edhe jemi. Tani kjo është 6 qofte nuk janë për një person, janë për 2 veta, besoj. Atëre, një personi duhet 250 gram mish. Nëse ka që do të humbi pak pesh, shkojmë tek 200. Atëre, mua më duhej 500 gram mish këtu, gjë që i bjente 250. Po ti mirë ke qenë gjithë jetën me matematikën. 5 i dua. Atëre çfarë është? Heqëm diku tek 50 gramsh. Ja ti pyesim pak shikuesit, është për një person? Po jo, çfarë flet? Janë shumë. Na merrni na telefoni jo, nuk janë. Çunat këtu thonë nuk janë, për 2 persona besoj janë. Po mirë, sepse do ta shoqërosh. Gjysmë për gjysmë. Bravo. I ke bërë dhe numër çift, 6 janë aty, 3 për personin. Gjithmonë ndaj çiftit jam unë, nuk jam ndaj tekut. Në rregull. Shumë bukur. Tani do kalojmë tek receta. Kalojmë te receta tjetër. Ne përgatitëm qoftet suxhuk, tani do kalojmë tek receta e dytë, do t'i tregojmë mirë produktet në ekran për çfarë bëhet fjalë. Produktet? Çfarë përgatisim tani? Faktikisht kjo është një recetë greke, por jo që e përdoren grekët, e përdoren gjithandej. Quhet shkordalja. E kemi në 2 mënyra. Në patate dhe autentikja. Autentikja është me bukë. Me bukë. Shkordalja. Po, sepse ka hudhrën, produktin kryesor, dhe unë kam bukën ose pataten. Po. I shkon shumë mirë këtyre qofteve, sepse është një bazë kremi, krem mund ta quash, që ka arat, kripa hudhra, edhe lëngu i limonit. Gjë që jep asaj një shije të veçantë. Nëse doni ju shumë mirë mund të jepni edhe bimë aromatike. Gjë që do të jap bimë aromatike. Filloj në fillim punën. E shohim me gramaturat, i tham pak a shumë produktet. Krem me hudhër dhe ara ose skordalja, recetë greke. Një fet bukë bajate, një franxholl, pakore, ose kjo buka që ju mbetet, që e bëni her trana, her qofte, do ta përdorni edhe për këtë kremin e sotëm, 2 filxhan çaj me arra, 8 thelpinj hudhër, gjysmë lugë çaj krip të imët, 1 filxhan kafeje vaj ulliri dhe lëngu i një limoni apo një gjysmë limoni në varësi se sa të afët e doni kremin në fund. Del shumë i shishëm. Përdoret kryesisht për qoftet e përdorin kuzhina greke, apo mesdhetare kryesisht kuzhina mesdhetare. Ja të shohim tani se si përgatitet. Marr. Ja, bëjmë gati për ta servirur. I heq mirë. Duhet buka bajate. Po. Nëse do të zgjedhim patate, do t'i zgjejmë dhe do t'i shtypim sipure? Po. Po autentikja është buka, autentikja. Më pas ka dalë, siç e kemi ne që kam thënë me tavën e kosit, që nuk ka qenë orizi. Orizi shtuar më vonë, ashtu dhe patatja shtuar më vonë. Hop, marrë edhe çfarë mua ka ngelur këtu. Largoj dhe dorezat. Se vetëm punë me doreza nuk bëhet. Edhe duhet më. Po e largoj. Ne mund t'i kalojmë duke shtypur në havan ose në të kundërt me grirsen. Po. Unë që t'jem më e përpikt, dua t'i kaloj. Sidomos dhe kur kemi një mas të caktuar, se kemi më pak. Pak ose fare këtu. Kripa më duhet. Masa. Dikur në havan, çfarë? Gjithçka ishte në havan, ishte gjithçka. Udhra, kokrat e ndryshme të erzave, deri te bimët aromatike, fara të ndryshme, frutat e thata. Por, ka një gjë që do të jetë bakër. Po. Do të jetë bakër, do të jetë metal i rënd që
edhe shtypsa të ketë ato peshën e rëndë që të kemi mundësinë e dikur, çfarë ishin medikamentet që në lashësi riheshin në havan. Lëngun. Atë buka e shtrydhur nga uji, e njomur. E limonit. Kripën, lëngun e limonit. Tu, shtoj. Sërisht. Përse është vaj është që t'i japim atë masën. Të lidhen mirë, të ngjiten ato produkte, të japim një masë homogene. Për largoj. Që të keni edhe ju fushpamjen. Pra, e dura është që t'jetë. Do të shtoj dhe masën e bukës këtu. Prandaj duhet një punim i mirë derisa bëhet ajo masa e duhur kremoze. Çdo gatim, çdo salcë në formën e një pureje kërkon që të rihet mirë. Niki, të lutem shumë edhe ca bimë aromatike në frigorifer. Pra, shiko, kemi një masë të duhur. Pra, deri sa të arrim masën e vajt, nivelin e vajt që është i duhur tek unë. Shtoj majdanoz. Sërisht jap pra në fund fare do të shihni një kombinim perfekt të qofteve edhe sallatës jeshile, pak pomodorini dhe një krem të tillë me këtë aromë fantastike që vjen prej majdanozit, pak nga limoni, pak hudhër. Ja një përmbledhje e kremi se çfarë ju duhet për ta përgatitur atë dhe Albana bën edhe servirin e dur krah qofteve për ta përmbyllur këtë kombinim të drekës që sugjerojmë ne sot. Pra, kremi me bukë të ndenjur, bukë vajate dhe përbërësit e tjerë i shohim pak në ekran dhe arra. Do të ketë një dorë ose një grusht arra patjetër, një fet bukë vajate, 2 filxhan prej arrave të qëruara, 8 thelpinj hudhër, krip të imët, vaj ulliri dhe lëngun e një gjysëm limoni apo një limoni të plotë si të doni ju. Ky krem shoqëron sigurisht recetat e mishit, kombinuar edhe me gatimet të tjera, kryesisht mishin. Atëherë, i largojmë që të kemi fushpamjen këtu. Po, me jep të vendosë të krah me... Ja, se s'kam paruar. Do t'i shtosh edhe ara të tjera. Pra, shtoj disa ara. Shija është fantastike. Provojeni, daq me bukën e njomur, nëse doni me patatet. Me qoftet, prandaj, unë kam bërë receta, janë ngritur recetat që të kenë kombinim me njëra tjetrën, por jo nuk është e thënë që ju t'i bëni për një vak dreke. Marrë dhe lag pak me ujë. Aroma që bizotëron është duket që ka një shije të mirë, se ndonjëherë shijen e përcakton dhe aroma. Pra ka pamjen e humusit që përgatisim me qiqra me tahin, po në përbërje ka të tjera produkte.
e vendosim këtu me qoftet që të jetë shumë bukur. Atëherë, ja, e vendosim këtu. Këto ishin 2 recetat e para për këtë pjesë të parë të gatimit, qofte suxhuk dhe krem me bukë bajate dhe arra. Një krem fantastik. Do t'i merrni qoftë, do t'i ngjyreni bashkë me sallatën, një kombinim perfekt dhe çfarë t'ju themi tani? Është mëngjes. Ja, ku të provojmë ju themi. Kalojmë tani në publicitet, rikthehemi për recetën e tretë. Në recetën tjetër. Petulla, çfarë mund t'i Po, quajmë? sepse edhe petulla mund t'i quajmë, edhe Okej. petulla mund t'i quajmë. Edhe Kam piles, kos, kjo vezë. është më me vend. Këto janë si petulla të mbushura në brum, kjo është më me vend. Atëre, unë këtu kam mielin. Tek mielli mora pak borxh për recetën tjetër, pak pluhur pjekës, edhe këtu ku është ja. E la. Kam 2 vezë, një më duhet tani. Masën e kosit që e shtoj direkt. Dhe bëj një rahje të duhur. Pluhurin pjekës, aktivizim. Masën Dhe vajin. e vajit. 150 ml. Pra është një vezë, unë këtu kam 2, një për lyerjen e jashtme dhe një tjetër për ta pasur. Me mua gotën këte. Shtoj. Krip. Dhe pak sheqer. Sheqer më pak se kripa. Sërish të përzijej. Nëse nuk e kam mjaftueshëm, mund të shtoj. Tu kam pak, tu kam shtuar djath. E ke përzirë djathin me kosin Po, aty? Okej. sepse e kam më për mirë. mbushje. Kjo është mbushja. Por e shoh që kos ka më tepër, me mielin luaj vetë si dua unë, sepse masën e miellit e shtoj sa të krijohet ajo masa e brumit. Çfarë mielli përdor unë? Unë përdor mielin Ola, që është për të gjitha gatimet. Sot, patjetër kam përdorur super. Mielin super. Por nëse ju keni pak miell pica, pak për të tjetër, vendosini se s'ka problem. Në zënien e brumit është super, është shumë fantastik. Ashtu si që është super. Hapjen e petëve, kur Po. duam të bëjmë byrek apo Orë, lafrar. shasin vetë petët, nuk ka nevojë. Shit, kam këtë masën e duhur. Do të shtoj brumin. Sot kemi vendosur që gjithë ditën, pra gjitha vaktet, mëngjes, drek, dark, t'ja u heqim ne. Si dilema. Nuk do shpenzoni shumë. Ka receta që ne i përgatisim dhe ju mund t'i konsideroni që t'jeni edhe për ditën tjetër. Po, patjetër që po. Për zonjat që janë në punë dhe nuk kanë kohë të gatuajnë çdo ditë. E largojmë atë telin. Tani, byret shka me djath, me kos, tip petulla të mbushura, tip pitesh, dhe më thënë, kjo është një recetë kreative që ju mund të ndërhyni dhe mund të gatuani si pas mënyrës tuaj. Në hapa të përgjithshme, ne ja u kemi sjell shumë thjesht përgatitjen, siç e ndoqët, kemi shtuar një vezë, kemi shtuar kosin, krip, pak fare sheqer, ja, tek e keni dhe recetën e shkruar, byrek të butë me djath dhe kos. Brumi, 200 gram kos, pra një gotë kos, 150 ml vaj ulliri, një kokër vezë, diku 500, 600, 650 gram miell, gjithmonë nuk është fikse sasia, sepse, si që kemi thënë, varet nga
trashësia e kosit, lagështia, veza e të tjera ndikojnë këto. 9 gram maja të thatë ose pluhur pjekës, 1 lugë çaj krip. Mbushja do tjetë me djathë të bardhë, 200 apo 300 gram të tillë, 1 kokër vezë, pak kos dhe fara susami, opsionale, nëse doni, kur i skuqni, i vendosni dhe farat e susamit, i jep edhe një pamje të bukur edhe shije gjithashtu shumë të mirë. Të gjitha produktet që na u deshëm për brumin janë tek tasi inoksit, duke u punuar në një mas brumi me një konsistencë të butë. Sa më shumë ta punosh një brum në fakt, po ja bërë hizmetin ta. Po patjetër që po. Thjesht ka ndryshim. Brumi thekrës edhe bio se kanë pak më të vështirë që të punohet dhe të hapet të petë. Janë më të ashpra, po. Po janë të ashpra dhe nuk ngjiten me produkte, pra nuk lidhen. Prandaj dhe kemi... Janë të pazhveshura ato. Po prandaj dhe ne kemi, është për byrek, është për pite, është për pizza, jo më kot, dhe s'ka dashur dhe hajde shkruaj unë tani për pizza dhe janë për përdorime të veçanta. Po. Vjen era e kosit dhe e pluhurit pjekës. Derisa kjo mas të mos ngjit në tas. Mos ngjit se të pastroj. Vështo pak. Ja marrim çik miell nga pakoja tjetër se na ka përfunduar paketimi i parë. Dhe e largoj. Ja marr një lugë këtu që ta shtoj gradualisht. Mjaftueshëm ndoshta sa për të mos ngjitur. Kur vjen puna për tek brumrat, ne gjithmonë japim kohën e duhur, sepse ndryshe nuk do të kemi edhe rezultatin që duam, që synojmë tek përgatitja e byrekëve, petullave, piteve, biskotave, çdo gjë që kemi sjell për gjatë sezonit. Tani, unë do doja shumë Albana, nëse nuk e di nëse ke edhe ti këtë kuriozitet, që kush na ndjek në këto momente, që ka parë emisionin, që ka përgatitur në një recet prej recetave që ne kemi sugjeruar, të doja shumë që të na telefononin zonjat dhe të na tregonin se çfarë ju ka pëlqyer më shumë, çfarë ka ngelur mendje nga recetat tona dhe kanë përgatitur dhe ju ka dalë perfekte, shumë e shijshme për tryezën e tyre familjare. Do na bënit shumë qefi nëse do të na e tregonit këtë detaj nga kuzhina juaj, duke u frymëzuar nga kuzhina jon. Shiko, çdo gjë është rastësi në këtë botë. Siç e kishim edhe shefen e kuzhinës, Silvana Musej, e cila na rrëfeu për karrierën e saj 25 vjeçare në majat e gastronomisë italiane, përzgjedhur kështu me medalje me yje kudo gjithandej, e përzgjedhin si kuzhinier më të mirë në eventet botërore, evropiane. Dhe nga intervista dje mësuam që shiko, edhe një pjesëmarrje rastësishme një emision të tillë siç ishte Rezje Dielli, pjesëmarrja e saj një vit më parë kur na gatoi patlıxhan, më duket, sipas traditës familjes, u bë sebeb, u bë port suksesi për ta përzgjedhur Silvanën në ekranin në rrjeti televiziv Rai 2, sipas rrëfimit që ajo pati. U desh një pjesëmarrje e tillë. Sepse ishte dhe mbaj mend ka qenë e pamundur koha e saj, por ne kemi këmbgulur shumë për ta patur në kuzhinën tonë. Dhe ja që pikërisht ajo pjesëmarrje, ajo puntat këtu në Rezje Dielli në kuzhinën tonë, e përzgjodhi atë në pesqen në kastin italian. Patjetër që ka qenë. Si u përzgjodh do thuash ti? Ta tregojmë dhe një më pëlqen të tregoj kështu histori të bukura. Janë disa komponent që një ekran kërkon të ketë një shef e kuzhine. Përse? Sepse ajo do japi këshillat e duhura. Po të ketë komunikim të mirë me kamerën. Një tokën dhe është e sigurt për atë çfarë bën. Po. Një anvis do japi thjesht, do japi një këshill. Ama nuk mjaft, është një anvis përballë një anvise. Pra nuk e di, ne e dim për shembull kuksin mbar për pataten. Po. Korça mbar për pataten. Korça ka qenë një fajor rajonet e Italisë. Pra kështu do të njohë dhe një shefe italiane. Duhet të njohë shumë mirë tokën, farën, perimen, varietetet e ndryshme. Traditën e zonës. Kjo është që ty të bën, patjetër që ty të kesh një artikulim, po artikulimi ty të vjen kur i ke të gjithë komponentë, kur i njeh, sepse nuk ngecesh.
Po ja që në atë 500 nga 30 që u përzjodhën, në 500 kryesore që do të zgjidheshe një prej Rai Duhe, duhet të shihni një qasje të secilës prej kandidateve për të marrë pjesë në Rai Duhe, në një emision gatimi ku gatuan me vipa në krah. Silvana kishte një rezervë, sepse kasti, stafi i Rai Duhe kishin klikuar në YouTube Silvana Musej dhe ju del videoja e pjesëmarrjes së saj në Reze Dielli, në kuzhinën e Reze Dielli, dhe mënyra se si ajo vepronte, shihte kamerën, i shërbeu për ta përzgjedhur pikërisht si prezantuese, bashkëprezantuese në Rai Duhe, në atë emision që ajo vazhdon, po mbyll dhe sezoni dhe që i hapi, si thua, është një port suksesi. Ndaj, pse jo, na bën dhe ne krenar që të kemi ndikuar sadopak në përzgjedhjen e saj. Pra, fakti që ajo kishte marrë pjesë në një të vetëm emision, ku kasti vuri re qasin e saj, mënyrën se si ajo shihte në kamerë po vepronte, e bori atë sot prezantuese në Rai Duhe. Edhe ja. Edhe nga ana imazhit, po edhe nga ana. Bravo, tërsa do të edhe nga ana ekonomike, është vlerë e shtuar në karrierën e saj, pse jo? Tani. Do thoni ju, pse e solle ti këtë histori përsëri? Po e solla, sepse ja, duke u pyetur juve se çfarë recete ju ka bërë nder juve në familje, si dihet, mund të keni goditur një recetë dhe keni ftuar miq në tryezën tuaj familjare dhe sa na bëjnë mirë të ndihemi, memoria, kujtimet, shija është memorie gjithashtu. Shija mbetet. Në momentin që ne ndikojmë të dikush për një shije, një ndjesi të caktuar, ne mbetemi në kujtesën dhe memorien e dikujt. Ama ka të bëjshme dhe Dora. Mund të kesh përbërës, mund të kesh 5 persona, mund të kesh 5 shefa. Do të japësh të njëjtat produkte. Dhe të dalin ndryshe, sepse është shija, patjetër, është energjia më që jep gatimit. Energjia po ndryshon Dora, kjo është. Sa më shumë dashuri të japësh, sa më përkushtim, si themi ne që si Dora e mamas ose Dora e gjyshes gatuan të Dora e gjyshes, mund të jetë i njëjti byrek, i njëjti produkt, e njëjta teknik, por është tamam Dora, siç thua. E hahet Dora kur themi ne. Edhe gur gatuanin gjyshet tona, edhe ja, e kemi ndarë tani në këto format e rumbullakta, mund të përdorni një gotë. A me patjetër çfarë të doni ju? Ne kam mbritur një telefonat, ne do ta mirëpresim. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi që dëgjohemi bashk. Jemi shumë mirë, po ti? Jemi dëgjuar me një herë bashk? Jemi dëgjuar, kemi komunikuar dhe herë të tjera bashk. Nga po na telefonon? Që të bëjmë dhe ne një... Po, edhe me prezentën tënde. Të falenderoj shumë. Nga po telefonon, a dëgjon nga telefoni, të lutem, se dëgjojmë më mirë dhe më pastër. Nga cili qytet? Po, të dëgjoj shumë mirë. Nga Fieri. Nga Fieri. Moj nona Nexhi, po ti që ke rinuar nga zëri, ku të faj ka mund tani të shbërë zëri? Oni, nuk jam nga Nexhi, por jam Afërdita. Po që nga... Sa shumë nga telefonon. I bëm lëmsh tani. Po, nga që kemi në Afërdita, ja Afërditës, dhe prandaj zërin e ke... Nuk të njohëm në zë, kjo është. E dashur Afërdita, faleminderit shumë që na telefonove. Tani do më tregosh ti e para se çfarë recete ke përgatitur prej nesh dhe që të ka pëlqyer shumë. Kam përgatitur qoftet me lëngë që ka bërë zonja Albana dhe janë të mrekullueshme. Shumë faleminderit që ke marrë sugjerimin tonë. Shumë faleminderit. Dhe shumë të tjera. Edhe receta të tjera. Në përgjithësi gatuajmë së bashku. Gatuajmë së bashku, sa bukur. Po. Sot çfarë ke gatuar për shembull? Unë sot nuk kam gatuar akoma, do të bëj barbunja me mish, edhe. Janë të sezonit, janë shumë të mira. Po. I kemi sjell ditë më përpara dhe barbunjat? Tani unë desha nga Tufek. Po. Nisi, dua pullorin që ju keni dhënë dje. Po, direkt a them unë. Mo e hëngrëm ne apo e kemi? E kemi, nuk e kemi ngrënë.
Ua, here Shko se i trazojnë, di që ka kullore. Po nuk vita do të... Po mirë që na kujtove, mirë që na kujtove, se ja do kishim marruar që t'ja u tregoni makulloren që bëm dje me lule shtrydhe dhe me salt skosi. Do t'a sjellim nga frigoriferi nga ngrirja, ashtu si që kemi përgatitur dje, sa e vëmendshme, shife, Afrodita, për ty. Po. Po. E shikon? Jam një visa. Të pëlqen, po le kush je. Atë pëlqen akullorja. Thjesht, akullorja do të marrin të shkryet pak, gjë që... Jam të pranë e kam. Mund ta përgatitësh me... Shumë e mirë, prandaj i desa. Me kajsi, me lule shtrydhe, me qeshi jo dhe shpusë shtrenjtë, po që deri këtu jemi. Nuk na kërcet me qeshi. Ta provoj pak Altona, është e fortë, është e fortë. Ja të zbutet pak dhe e keni për ta konsumuar fiks. Shumë pak produkte ju duen. Lule shtrydhe. Pra, merrni lule shtrydhet, i kaloni në blender, derisa krijohet ajo masa homogjene, pa copat e lule shtrydhes. Atë lëreni më njanë. Merrni kosin, ose salcë kosit çfarë të doni ju, nëse salcë kosin me pak kos, riheni derisa të bëhet ajo masa kompakte. Shtoni mjalt. Ju mund të shoni edhe sheqer, po unë them që është akoma dhe më mirë. Shtoni pak vanilje. E gjitha masa përzihet dhe e bashkoni bashk. Në të kundërt, shtrojeni shtresa. Është nuk s'ka gjë aty, s'ka, sa do të përpiqesh ti. Ja të marri pak të ngrohtësinë e ambientit, se ishte në ngrirje dhe... Dhe për 6 orë ju e keni... Gati. Këto bleçka do t'i pjekim në... A vendos një letër pjekje? Në furr. Do t'i pjekim në furr, ja do vendos një letër pjekje. I shtoj masën të gjithave, edhe bëj ato varkat e vogla. Të mirëpresim një tjetër telefonat. Kemi një letër tjetër në? Vendosim kështu 3. Jo, më shtem. Jo, mirë. Vajmi. Urdhëro. Përshëndetje, mirë se erdhe. Vaj. Mirëmëngjesi. Kemi telefonat, kam mbritur në telefonin ton. Ju lutem, na dëgjoni, ju lutem nga telefoni. Përshëndetje. Po, përshëndetje Niki, përshëndetje. Përshëndetje dashur, nga po na telefonon ti. Artiste, të dhja jemi të mrekullueshme, po jo marrë në Tirana. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Po të bëj të njëjtën pyetje si zonjës Pararse. Të lumshin e të duar të polake. Sa do të pësohem unë, të polake ngelin këto, s'kam qa bëj. Po, me këto duar do gatuajmë. E dashur, më thuaj pak, të dëgjojmë pak me shkëputje, po gjithsesi do ta bëj pyetjen. Më thuaj pak cilën recet prej sugjerimeve që kemi sjellë në këtë periudhë ti e ke gatuar dhe të ka pëlqyer. Ato që i shikojnë nga ju dhe unë gatuan. I gatuan gjithmonë. Të falenderojmë, ndoshta duhet të kalojmë në tjetër telefonat, për pasi nuk të dëgjojmë me shkëputje, ndoshta munges linja interneti. Alo, ushnja, foli me shoqe, oli. Një linjë tjetër. I përshëndesim shumë të gjitha anvisa, të gjitha zonjat tona. Dhe më bëhet qefi kur ju zgjidhni të gatuani, jo vetëm të na ndiqni të shihni, po të eksperimentoni të gatuani recetat tona në kuzhinën tuaj. Përshëndetje, Zilja po bie. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe juve. Mirëmëngjes juve zotëri, nga na telefononi? Na fjeri po shikojmë atë zonjën Albana. Po. Luma i ke ka. Mos na turprota Rita, do të çajm këto komplimente kështu. Jo, luma i ke ka për ato përgatitjet e gjellave që bën. Po. Dhe jo vetëm. Ju përshëndes nga fjeri, ju përshëndes. Faleminderit shumë. E ke zonjën aty afër? Ja, këtu e kam. Aty e ke zonjën. Çfarë gatuar? Zonjë, dëgjoj që ta për juaj.
Mirë, hajde, kalofshit mirë. Faleminderit. Përshëndetje, bukur. Të keni njëri tjetrin me jetë dhe shëndet. Ja të vendosim edhe byreçkën tjetër, edhe ti vendosim përpjekje. Apo do rrimë edhe sa. Hajde, po presim edhe një telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje, më lidh pak me Albanën. Unë Albana jam këtu. Jam o ku e ke jetë? Kishe kaluat, a i një mirë njërë, sali ko më studi jam nga Elbasani. Falemderit shumë, jemi shumë mirë, po ju si jeni? Mirë, falemderit të lumë që dorë për që po gatonat byrekët njërë se i kemi qef në e korçarët ata byrekët. E vërtet është. Tani kisha një vrejtje të vogël Albana. Pa tjetër. Nuk e ti qërë zotin se vetë vuaj nga jo punë, qërë zotin e fut, do më dhe mbaron në episodin e parë që mbaron, fut në reklamat të prostatin. Qërë zotin e fut atë prostatin atje? Angre Duart lartë, nuk jam mashkull, nuk e di. Tani... I thoj dhe gotës që ke më kratë. Tani do t'jap një përgjigje. Do t'jap një përgjigje. Atje në redaktin e tyre të laposin pak. Qërë zotin e fut atë, në shim fut atë... Po ja për të t'jap një shpjegim, do ma lejosh, unë që e mniki një rrath parë, në krah të Albanës, ose Albana në krahun tim, dhe po t'jap një shpjegim. Në çdo emision, ka sponsora, ka biznese që mbështesin këtë emision. Por, kur këto kalojnë dhe për ti, le themi, anës ekonomike, kur këto shërbejnë për publikum, për shikuesit, për njerëzit që vuajnë nga një gjendje të caktuar shëndetësore, atëherë patjetër që ne u t'i futin në momente ku ka dhe shikueshmëri më të lartë. Si kundër është gatimi që ju na ndiqni, pse jo të mos merrni dhe një sugjerim të një suplementi bimor që nuk ka asnjë efekt ansor për shëndetin e burrave. Ku është problemi këtu, zotëri? Jo, birë, jam plotësisht dakord, që po më shpjegoni, jam plotësisht dakord o birë, po nuk futet në shim të që zoti Engër. Po 2 minuta janë. Po 2 minuta janë. Ti na e bëj halal, po 2 minuta janë. 2 minuta shkëputje. Ka nevojë dhe Albana të pastrojë të si mor. E kam të prostati që e fut Albana. Po që rëndësi ka, kush është ajo, qa rëndësi e ka? Edhe ti kur je duke ngrënë ushqim, ke një shqetësim shëndetësor. Zoto që mos e kesh. Bëra një vërejtje të vogël, do falem. Faleminderit shumë, faleminderit gjithsesi, ne i marrim parasysh të gjitha vërejtjet tuaja, që do ta konsiderojmë patjetër, edhe të pyeta more çfarë keni gatuar sot ande nga Elbasani? Dashuri gatuan Elbasani. Dashuri gatuan, mirë. Dhe shumë dashuri edhe ne kemi gatuar sot. Për më tepër, për t'ju referuar edhe një herë recetave, për zonjat e din tashmë, për ato që janë duke na ndjekur, sapo kanë hapur ekranin ton, qoftet suxhuk, kremin me buk bajate dhe hudhra. Këtë akullorën kemi gatuar dje, po na e kërkuan dhe e sollëm sot, që tregojnë që ne i kursejmë ca gjëra, ne nuk i konsumojmë direkt. Dhe byreçka të mbushura me kos dhe me djathë shumë të shishme, të buta, të shkrifta, do t'i provoni dhe do t'i testoni në shtëpinë tuaj si kundër bëni çdo ditë. I referojmë, të gjitha do t'i kalojmë në kanalin ton në YouTube, janë aty me mënyrën e përgatitjes, me sqarimin e dur, për mënyrën se si ju do t'i përgatisni thjesht fare në shtëpinë tuaj. Shkëputemi nga kuzhina të lumshin duart Albana dhe sot, shihemi nesër në kuzhinën tonë. Dhe në fund fare një spërkati se u hutova dhe unë nga gjitha të fjalë të mira, njeria, gjak kam, sedër kam. Edhe ty s'para të pëlqen dhe këto komplimentat i ke mezi i përthith. Nese, gjithsesi, ju pres pas pak në Rezediell. Faleminderit. Ju kam gjanë të gjithëve. Ju përshëndes, mirë se erdhët në Rezen ton. Në studion ton vazhdimisht kemi folur për problematikat, sfidat me të cilën përballen adoleshentët e sotëm. Ky brez që po kalon një periudhë të vështirë, sepse e tillë është edhe koha moderne me të cilën po përballen, po janë shumë problematika të cilat shoqërojnë këtë periudhë të rëndësishme dhe shumë të bukur të jetës së një adoleshenti. Në përballje me pasigurit, në kërkim të vetes, në krizat e identitetit, në këtë kohë kur të rinjt po përballen me të gjitha këto pasiguri, apo me mungesën e madhe të dëgjimit nga të tjerët, që është një problem shumë i rëndësishëm për ta diskutuar, apo me presionet e mëdha shoqërore, po ashtu edhe familjare, vjen një botim shumë interesant, një reflektim shumë i ndjeshëm me 3 autor, Labirint në tru. Një titull provokues, një titull intrigues,
që zbërthet dhe që ka ndjesi, emocione, skicat cilat shprehin po ashtu emocionet përmes të vizatuarit, por mbi të gjitha rrëfime reale nga adoleshentët, në mënyrë që këto rrëfime të kuptohen, të dëgjohen, jo vetëm nga familja, nga shoqëria, nga rrethi shoqëror, po edhe nga mësuesit. 3 autorët që janë pjesë e këtij libri, i kam këtu të ftuar në studio për të folur jo vetëm për librin, por edhe për fenomenin adoleshentit në ditët e sotme. Zysh Xhoj Jakaj, që nuk është vetëm hera e parë që ju merreni me botime për adoleshentët, ky është libri ose kontributi i tretë për prindërit dhe adoleshentët. Faleminderit që jeni këtu. Jemi gjithashtu me Evans Drishti, që është mësues, publicist, përkthyes dhe që ka dhënë një kontribut të çmuar në botimin e librit. Po, është botimi i parë në fakt të ndër dhe një kënaqësi e veçantë që bashkëpunojmë përsëri Xhojin edhe me Endrin. Që nuk rresht Xhoji pa kapur tema të ndjeshme të shoqërisë dhe të adoleshentëve. Gjithashtu Endri Beqo, që është piktor, ka krijuar disa skica, piktor në profesion, por që keni krijuar disa skica shumë interesante për të shprehur ndryshe emocionet, ndjesitë e adoleshentëve. Pra, libri ka edhe skica të cilat ne i kemi edhe të përmbledhura në një material që ndoshta regjia do të na i tregojë, do të na japi mundësi që ti tregojmë se si është ndërthurur, pse është bërë kjo ndërthurje këtë herë dhe pse Labirint në tru, pse ky titull? Faleminderit shumë për ftesën. Libri ka ardhur fiks në kohën kur doli filmi Adoleshenca. Ne i kemi paraprir filmit Adoleshenca dhe realisht të 2 kolegët e mi, njëri është mësues të akademia që unë drejtoj dhe tjetri është mësues në një nga shkollat më të njohura të qytetit Shkodrës, ulëm dhe diskutuam që si të zgjidhim problemet e adoleshentëve dhe prindërve, se ky libër nuk është thjesht për adoleshentët, është për prindërit, është për mësuesit, është për gjithëkënd që merret me një adoleshent. Është një formë manuali. Është një formë manuali. Që fëmia të mos ketë probleme, që adoleshenca të mos vi me një fortunë të jashtëzakonshme, gjithmonë prindrit, dadot, gjyshit, mësuesit, edukatorët duhet të fillojnë edukimin e tyre në këtë kohë që jetojnë, që moshën 6 deri në 7 vjeç. Dhe unë jo me kod dikur kam botuar për adoleshenca dhe adoleshenca. Sot ky libër është shumë më i pjekur, Labirint në tru, çfarë ndodh me adoleshentin, me prindin në momentet që adoleshenti ka një krizë identiteti, në fazën që ai po zhvillohet biologjikisht, fiziologjikisht, psikologjikisht, por ka dhe një trysni të jashtëzakonshme të ambientit. Atëherë si mund të ndihmojmë këta prindër? Erdhi ideja që të tre personazhe që merremi shumë me botën e adoleshentëve, fëmijëve dhe të rinjëve, të nxjerrim një produkt i cili është pëlqyer jashtëzakonisht. Qëllimi ynë te ky libër është që të ndërgjegjësojmë edhe auditorët, që ky libër të jetë efektiv në auditore, jo thjesht të prodhojmë në shitje dhe të jetë i libër sa për të kaluar radhën. Ndërkohë brenda keni përfshirë rrëfime, kemi përfshirë rrëfime, keni dëgjuar zërin e adoleshentëve. Rrëfime, skica nga profesor Endri, është bërë një studim në gjithë Shqipërinë, se kush qytet ka më tepër problematika. Cili qytet doli më shumë problematika? Tirana sigurisht. Tirana kuptohet është në qendër të vëmendjes natyrshëm, por që Tirana pa diskutim që është epicentër, është metropol, po diskutim që ka dhe raportet edhe me qytetet e tjera. Ka një diçka që në momentin kur flasim për adoleshentët, në fakt ne flasim për mbar shoqërinë shqiptare, sepse ato janë produkti i kësaj shoqërie. Por duke qenë se janë të bashkëlidhur edhe me teknologjinë, sepse është brezi tashmë i teknologjisë, jemi të detyruar që ne të sjellim pikërisht një lloj manuali të tillë ku adoleshentët të kuptohen në natyrën e tyre, në mënyrën e tyre se si veprojnë me veten e tyre në raport edhe me familjen, në raport edhe me shoqërinë, në raport me institucionet arsimore, sepse që është të vërteta, ne flasim për një fenomen që është vetmia e adoleshentëve. Izolimi i tyre në atë vetminë e tyre. Mirë po, ky lloj izolimi në fakt nuk ka ardhur vetvetiot. Duhet të pranojmë që të rriturit janë ata të cilët janë përgjegjës për të kuptuar pikërisht këtë botë të adoleshentëve dhe mbi të gjitha dhe arsimtarët janë të detyruar që të kuptojnë pikërisht këtë bashkërendim. Pa nuk është ideja këtu thjesht që të bëjmë rolin e prindit thjesht sa të krijojmë ato le ta themi hapësirat e mundësitë minimaliste të një kontributi që ne do t'i japim, apo mësuesit thjesht të japin një orë mësimi, po përkundazi kjo botë e adoleshentëve është në rritje dhe në zhvillim dhe pikërisht vjen ky libër që duke sjellur situata konkrete
ta aty në realiteteve që të doja të dija, pak nga në një histori adoleshentësh që ju keni, pra se të ndërtoni dhe të thurni këtë manual, patjetër që keni kontaktuar shumë adoleshentë, keni dëgjuar, nga problemet e tyre është dëgjimi, apo jo? Patjetër, të shumë presion një shembull të thjeshtë, për shembull kemi një adoleshente e cila po marrim rastin e përdojimit të telefonit. Tash në momentin e caktuar, gjithsecili kuptohet që ka një telefon sot në duar dhe ato rriten me telefona. Vjen një moment që adoleshentja vjen pas mësimit, vjen në shtëpi dhe vjen futet direkt në dhomën e saj. Mirë po, është një psikologji ose një psikoze adoleshentëve që janë kaq të varur, kaq në varësi me telefonin sa që çdo lloj mesazhi që atyre u vjen në Instagram apo në rrjetet e tjera, ato e mendojnë të detyrueshëm për t'u kthyer mesazhin. Edhe në rastin konkret vjen një raport i prindit me adoleshente dhe mamaja i kërkon që a ka mundësi domethënë që të komunikojnë dhe të flasin diçka, ndërkohë që ajo nuk i dëgjon, sepse thot më prit edhe pak dhe unë e kam titulluar atë edhe pak është titulli, që do të thotë adoleshentja kërkon që ta kryejë pikërisht atë detyrimin e saj dhe mamaja humbet kontrollin e saj në moment të caktuar. Shkon tek vajza, ja merr telefonin për duash, por pa i thënë asgjë, sepse humbet, ne ta themi të ruan në sa një moment. Adoleshentja futet në një kaos të vërtetë, domethënë psikologjike, se si është e mundur që mamaja të vijë të bëjë një reagim të tillë, dhe pikërisht sjellim këtë orientim që prindi e ka për detyrë që të jetë shumë i durueshëm, dhe mbi të gjitha të ketë kujdes në reagimet që ne do të kemi pikërisht që kjo fatkeqësi pse nuk kemi të durueshëm. Nuk ndodh, sepse edhe vetë ne po e kuptojmë që ritmi i jetës është shumë i shpejtë. Pikërisht për t'i paraprirë ne këtij ritmi të jetës, e botuam këtë libër duke futur në lojë edhe profesor Endri, sepse ishte skica shumë të bukura dhe kemi dhe një material që kemi përmbledhur të gjitha skicat e librit. Pse u fut Endri me skicat? Unë shumë vite kam shpjeguar mësim në gjimnazë. Tani punoj në universitet me kohë të reduktuar. Por sa herë unë shpjegoja ADN dhe ARN me skicë, nxënësit e mi e kuptonin direkt. ADN-ja dhe ARN-ja dhe frymëmarrja qelizore janë temat më të vështira në biologji ndër vite që kam shpjeguar. Çdo herë që unë kam mundur t'ja u shpjegoj me skicë. Zysh Gjoj, po t'i tregojmë pak se të njohim në profilin tjetër, më shumë social, është biologe dhe ka bërë doktoraturë. Po sigurisht. Jam doktore shkencash në anatomi dhe profil tjetër. Dhe sa herë kam punuar me skica dhe me reduktime, unë kam qenë rezultative me nxënësit dhe prindërit shpeshherë më thoshin që si ka mundësi që te ora jote vinë gjithë. Pra, lënda ime kimi biologi ishte e vështirë, por vinin sepse unë dija ta reduktoj dhe ta mblidhja, ose më mirë mundohesha që unë t'jap ato gjëra që u duhen nxënësve. Pikërisht Endri e futëm në lojë me këto skica. Ndjesitë dhe emocionet e adoleshentëve për t'i sjellë këto skica apo mesazhet që përcjell libri përmes skicave. Si e ke zgjedhur? Si ke zgjedhur këtë raport? Më fal, duhet të ndjekim paraprakisht me Endrin edhe skicat në një kolazh. Sipas bashkëpunimit me Gjojakën dhe Avans Drishti, ka qenë e ndezur për mua një imagjinat dhe domethënë sigurisht ironizim, mesazh, shembull për të parë nga gjithë individët, nga familjarët, edukativ, për çfarë do lloj brezi domethënë që fëmijët mund të rriten edhe me gjëra artificiale, që është ekrani shumë gjithë mbas telefonit ose arsimi. Dhe kjo më ka bërë zbërthim, ka bërë që të ketë atë pjesën e realizimit, pjesën e situatës, edhe kjo më ka ndezur sipas leximit që kam lexuar dhe kam trajtuar. Edhe në ja, më shpjego ndërkohë për shembull me këmbë në tokë. Rezultati dhe falenderimi. Po. Skica dhe përshkrimi i saj. Dija dhe testi i dijes që çdo fëmijë ka një uri edukativ nga prindërit, pastaj edhe nga shkolla. Kam përputhur të dyja bashkë, domethënë, kjo është për shembull pjesa e zënkave, pjesa e familjarëve që kanë përplasje për një adoleshent, që do t'i dalë jetia dhe jo të dëgjoj familjen. Ka shumë këtë që kam. Është trajtuar për shembull divorci prindërve dhe është shoqëruar me një skicë të caktuar për atë emocionin. Po, me emocionin. Në momentet që prindrit janë duke u divorcuar dhe unë kam drejtuar dhe institucionin e vuajtjes së dënimit ose burgut grave, unë kam parë nga statistikat që në gjykata sot ka shumë divorce kryesisht të moshës 35-50, sepse nëse brezi im kanë ndëruar dhe kur kanë pasur problematika, sot brezat janë ndërgjegjësuar, gratë janë ndërgjegjësuar dhe po punojnë për veten e tyre dhe pikërisht kjo arsye bën që shpeshherë konfliktet lindin familje që të drejtat dhe detyrat e çiftit janë të njëjta. Nuk është vetëm mamaja që do edukoj, do pastroj, do gatuaj. Përjetimi i divorcit nga një adoleshent. Dhe adoleshenti është personi që e përjeton më keq nga të gjithë personat dhe këtu është fut në lojë
endri me skicën që e shoqëron, pra në qoftë se kemi dy prindër të papërgjegjshëm ose edhe në krizë kryesisht transmetohet tek adoleshenti. Dhe këta pikëpari duhet mendojnë për adoleshentin dhe nëse janë duke u divorcuar, ata nuk duhet grinden, por duhet të ndahen në një formë të butë, sepse ne si jemi... Sepse kriza identitetit është adoleshenti, është dhe kriza e dytë e familjes. Pikërisht të do të dalë që bashkangjitur me këtë që shpjegoj shumë bukur përse është Gjoj, sepse pikërisht në këtë kuadër të divorcit është si edhe një materialitiv, ku unë e kam titulluar domethënë përse mua, e kam titulluar në këtë mënyrë, vajza vjen domethënë në shtëpi, në momentin kur vjen tek dera e shtëpisë dëgjon, le ta them, përplasjet e dy prindërve, edhe në moment domethënë ajo bëhet dëshmitare e disa përplasje, disa zënkave të cilat ishin shumë të ashpra në një farë mënyrë, që ndërsa ato nuk e dinin që vajza po i shikonte, domethënë dhe po i vështonte nga pas. Në moment saktuar ata thonë që, domethënë nga zënka e tyre, fillojnë e thonë që ne nuk do të rrishim kaq gjatë, po kishim hallin e vajzës. Vajza vjen e përplas derën dhe shkon në dhomë. Në dhomë aty dhe direkt domethënë përjeton një situatë psikologjike të rënduar natyrshëm. E ama e sheh këtë situatë, largohet nga i shoqja dhe shkon tek dhoma e saj dhe krijohet një bisedë aty, një dialog. Mirë, po në këtë dialog do të kuptojmë diçka. Me të vërtetë që këto divorcet janë shtuar te masë, por duhet kuptojmë që sa më shumë të mos kemi efekte negative ndaj adoleshentëve, sepse në fund të fundit ato përjetime janë kaotike. Domethënë, prindërit duhet të kenë një empati shumë të zhvilluar, që të futen në botën e këtyre adoleshentëve, në mënyrë që këto zënka të jenë sa më të distancuara, në mënyrë që edhe fëmijët të mos i përjetojnë kaq keq. Sepse nga këto zënka të përjetuara kaq keq, jo vetëm thjesht në ambientin familjar, po edhe në ambientin e tyre shoqëror sidomos. Në përshkolla apo për jashtë shkollës. Prindërimi është një element problematik, sfida e kohës sot. Sigurisht ti do të realizohesh. A jemi në mendimin që sot prindërit duhet të kenë dhe ato një trajnim më vete? Po duhet të kenë trajnim në vete dhe ne kemi një zyrë që shpeshherë kur prindërit vinen aty ku drejtoj akademinë dhe që punojnë të dy profesorët, vinë dhe ankohen si do ta zgjidh unë ta largoj nga telefoni. Dhe ne u kemi ofruar kurse, pikture, violine, kitare. Pra, ju po thoni që një nga mënyrat që adoleshentët, fëmijët të shkëputen nga teknologjia është t'i aktivizojmë në kurse të ndryshme. Kam vënë re prindër që për shkak të ngarkesës së tyre, por edhe telefoni tashmë është bërë gati punë, sepse ti me telefonin me një status ti krijon një lloj pune në biznesin tënd, kudo. Krijon dhe imazhin tënd në profilin e Instagramit ose të Facebookut. Dhe për të liruar pak nga ajo rrëmbimi i adoleshentit dhe lufta që ka prindi me fazën e zhvillimit të adoleshentit, shpeshherë i lën një iPad ose i telefon në dorë që unë e zgjidha problemin. Jo, nuk është zgjidhje. Duke e harruar. Duke e harruar. Në këtë moment ti ke bërë një dëm shumë të madh vetes, por nuk je duke e kuptuar. Ndaj jo për t'i bërë jehon të madhe librit ton, por libri jon i jep zgjidhje të jashtëzakonshme në të gjitha etapat që nga 10 deri 18 vjeç. Mënyra se si do flasësh, se si do komunikosh, se si do afrohesh, sot jeta është bërë shumë e shtrenjtë Niki dhe nuk është se tu duhet të ndalesh. Shumë prindër kanë të pamundur t'i aktivizojnë, t'i çojnë fëmijët në kurse. Për këtë muaj ne me Endrin kemi ofruar kurse falas për pikturën. Dhe prindërit nuk i sjellin, i lënë në iPad dhe nuk i sjellin as me kurse falas. Tani kjo më false, nuk është pamundësi ekonomike, se unë po ta ofroj, largoje nga ekrani, largoje nga telefoni, nga iPadi, dhe sillen në një kurs që po të shërben ty. Aty ku ndoshta dhe fëmia ose ka dhe kurse sportive, sigurisht jeta është, kush më dëgjon thonë, po zyshe është jeta shumë e shtrenjtë. Sporti padyshim që është një sporti, ecja në natyrë, ti mund t'i lësh telefonin, mund ta marrësh për dorë fëmijën tënd dhe të dalësh të ecësh në natyrë, të gjesh një mundësi. Ska natyrë në çdo kënd të Shqipërisë pak hapësirë të gjelbër do gjesh për të bërë. E të mendosh që në ditët e sotme adoleshentët po përballen me probleme të tjera emocionale, të shëndetit mendor, vëmendja Niki, vëmendja ndaj fëmijës që shpëton nga kthetrat e drogës, të prostitucionit, të krimit, sepse ka shumë grupe kriminale dhe shpërndarës droge afër shkollave, të gjithë Shqipërisë, jo vetëm Tiranës, se ne kemi bërë një studim, që gjëja parë që bëjnë, ofrojnë falas një cigare dhe pastaj i futin në rrjetin e shpërndarjes dhe kjo është shumë e dhimbshme dhe shumë e dëmshme për jetën e atij, edhe nëse ai nuk shkon ndoshta deri te drograt e rënda, atij ke shkatruar të ardhmen sepse ai nuk e do marrë arsimimin e tij, shkollimin, modelet që po elaborojmë sot në ekrane dhe në jetën e përditshme.
unë i bëj thirrje çdo ekrani në Shqipëri dhe çdo pronari media që krahas emisioneve tuaja politike, prime time-ve shumë të rëndësishme që u japim zë politikanëve, i jepi zë një adoleshenti model, një të riu model, një të riu që po shkon drejt shkencës, drejt dijes, që boton një libër, që ka fituar një konkurs, dhe të siguroj që do ndiqet, sepse ecim me ritmin, po këto emisione nuk shikohen, po provojë një herë do shikohen, sigurisht që do shikohen. Ka dhe diçka shumë të rëndësishme, sepse është një fenomen tjetër që vjet rëndon faktikisht në këto 2 dekadet e fundit, është ideja e një stresi që përmban adoleshentin e vetvete djalë apo vajzë, nga frika që ka ndaj prindërve edhe ndaj disa kategorive të mësuesve. Për pritshmëritë që ata kanë? Për pritshmëritë që ato kanë një, po e dyta domethënë nguron ti thoj diçka. Domethënë të tregohet i sinqert, domethënë ma ato le ta themi përditshmëritë e tij. Dhe sepse prindërit fatkeqësisht kanë këtë natyrë tjetër që gjithçka duhet ta bëjmë me kritik. Në emër të edukimit, ato i afrohen gjithmonë vetëm me çështje kritike. Mirë, po nuk është kritika ajo që të zgjidh punën. Nuk ka nevojë një adoleshent të kritikohet, po të dëgjohet në rast. Dhe megjithatë të bashkërendohet domethënë me të, domethënë të besoj prindit tek adoleshenti domethënë për vlerat që ai përmban, sepse bota aty është shumë e zhvilluar. Ne duhet ta pranojmë, domethënë gjithçka që kalon në internet duhet ta kuptojmë që kjo ka një pasuri informative të paimagjinueshme që në të shumtën e rasteve as prindërit dhe as mësuesit nuk e kanë. Ne të gjithë i orientohemi faktikisht dhe drejtohemi nga kjo botë e teknologjisë. Po në momentin që adoleshenti nuk do ta marrë këtë ngrohtësi nga familja dhe nga mësuesit, edhe megjithatë sikur se tha përsëgjoj me të drejtë, është një fatmirësi e madhe të kesh këto orientime të bukurës, me pikturë, me muzikë, me skulpturë, me sport, me të gjitha, atëherë ne po i ofrojmë të gjitha këto alternativa. A ka mundësi që prindit të orientohet, sepse në fundit orientuesi më i mirë për adoleshent kush është? Familja edhe shoku. Patjetër. Kanë më shumë për nevojë për dëgjim, si të theksuar në libër, se sa për qortim, në mënyrë që të dëgjohen, të kuptohen, të jenë më empatik. Është mangësia më e madhe sot. Në base duke lënë disa gjëra vetë prindrit, është shumë problematik sot edhe gjuha e adoleshentëve e jashtëzakonshme, të them drejtën, që brezat tanë me zi pranojnë, por me një edukim mirëfilli dhe me një kohë specifike që duhet ja japësh adoleshentit në periudhën që po zhvillohet, ti ke shpëtuar vetën tënde në radhë parë dhe ke orientuar para se të hyjë në këtë moshë në adoleshentin, që fillon adoleshentin. Për rritë të vërtetë shumë më herët këtë. Po nëse një fëmijë e ka shumë të rëndësishme praninë e prindit 10 deri 12 apo 13, në moshën 13 thutje nuk e do fare prindin afër, por ti duhet gjesh alternativa që do mbash afër, se ndryshe do humbasësh. Si fëmijë dhe si artist në qoftë. Sepse i duket vetja më e rritur ose më i rritur, po formon personalitetin, zhvillimi biologjik është shumë i madh, ndërkohë zhvillimi psikologjik dhe trysnia shoqërore e ambientit e uzurpon. Unë kam marrë shembull, nëse 2 fëmijë binjak i rrisim në 2 ambiente të ndryshme, në një ambient mondan intelektual që prindi ka kohë gjatë gjithë periudhës për të qëndruar afër dhe për të folur me të, dhe një prind tjetër që nuk ka fare kohë. Pra, janë 2 binjak që janë braktisur nga familjare, dhe që njëri jeton, fati i tij e birësoi një familje mondane dhe e edukoi e rriti në një ambient shoqëror të jashtëzakonshëm, ai u bë shkencëtar, ndërsa fëmia tjetër që ngeli vetëm me një kujdes një herë në javë, nga një familje që nuk i kishte të ardhurat ekonomike, sigurisht nuk pati mundësinë e zhvillimit. Në këtë epokë që jetojmë, sigurisht ambienti shoqëror dhe roli familjar janë të jashtëzakonshëm. Ndaj mos fajso shkollën, por kujdesu që në mëngjes për fëmijën, ku shkoj, me kë shoqërohet, sa minuta do rri në telefon, sa kohë do i kushtoj librit, por ndoshta, siç e the në fillim dhe e theksuam, që ne duhet i para përgatisim, se të hysh në botën e një 13 vjeçarit të ndalosh në atë mënyrë telefonin, kohën, apo të përdorësh një gjuhë të tillë, është e pamundur. Duhet t'ja kronometrosh kohën, ndryshe ke humbur një shembull të thjeshtë ose është e mundur, bën një krahasim të shkurtër të një bashkëmoshatari që ka adoleshenti, domethënë që jeton në botën e jashtme, në botën perëndimore, dhe një adoleshenti që jeton këtu. Në fakt, aty nuk ka asgjë të ndryshme për te respektimit të normave. Ne jemi një shoqëri që kemi norma që i keni zakonohet të më përparshme dhe mjafton që kjo përkujdesje të jetë që në fillesat e veta, pra që në vegjëlinë e tij të hershme, në mënyrë që kur të rritet, mos ta kemi të vështirë dhe mos kemi përplasje. Të mendoni për shembull që sot emigracioni është një fenomen që është shumë i dukshëm në Shqipëri. Ka shumë persona të cilët jetojnë në botën e jashtme,
kanë djem agjash, djem teze, vajzë dhe të cilat janë dikush jashtë dhe dikush këtu, mi po në qo se bëjmë krasimet i kam sjellën në libër, është pikërisht kjo. Ajo është shumë e kujdesshëm, apo ajo është shumë e kujdesshme në botën e jashtme, sepse është edukuar me të bukurën, është edukuar me normën. Ne këtu në emër të lirisë, fatkeqësisht, i kemi çedukuar në këtë drejtime dhe i kemi ofruar pikërisht atë ambient të zhdërvjetësuar që fëmia ka të vështirë të respektojë. Unë dua edhe një shembull konkret nga profesor Endri. Arti adoleshentët? Për artin, për pikturën, për marrëdhënien që kanë me artin. Ajo është... Edhe para adoleshentët, sa të fillon. Ajo është një kurim shumë i madh, është një analizë, është diçka që edhe ato i bën dhe për vete, edhe ato i bëjnë për vete edhe artin e tyre, për të realizuar imagjinata. Thjesht zbras ato që kanë brenda, për të nxjerrë ngjyrat. Kam parë, domethënë që ndjen më... Ke kuptuar ndonjëherë që vetëm nga mënyra se si një fëmijë vizaton, shkruan ngjyrë, përdor ngjyrat, ti kupton më shumë nga bota e tij, nga marrëdhëniet që ka me shoqërinë, me familjen. Po, situata tregon edhe në skica, domethënë në zatinë, në simbolika që një fëmijë për shembull çfarë shohin ose horror, sa më thonë që më pëlqej filmat horror, bën horror ose gjyra, është psikologjike. Vetëm nga skica që ai bën ti kupton diçka më shumë për botën. Po, është një zbulesë që i shikoj. Ka një metodologji shumë të veçantë profesorit që marrëdhënie familjare. Që ndërton marrëdhënien perfekte në orën e mësimit. Aq sa çdo fëmijë e ka shumë të lehtë ta përjetoj pikturën, sepse vën pak muzikë, jep 3-4 modele. Ndërthurje të elementeve të ndryshme. Cila është ka qenë më e vështirë në këtë libër për ta sjellë, Endri? Të them drejtën, nuk është asnjëra më e vështirë. Thjesht ka qenë... Që ka lidhet me tematikën që është pak më problematike, më sensitive. Pjesa e pjekurisë. Kam bërë një diçka midis trurit, brendshëm, me një zemër të thyer që shërohet me anë të pjekurisë të adoleshentës. Nga pa pjekuria, truri është mekanizmi që e bën të pjekur, edhe zemra që shërohet në çfarëdo lloj situate që një adoleshent kalon. Është një karikaturë që kam bërë më... Edhe shumë interesante ndërthurja, me karikaturat, me skicat, me rrëfimet e drejt për drejta të adoleshentëve. Se zemra dhe truri janë të lidhura, prandaj ne e martuam labirint në trunë. Dhe gjitha periudha para adoleshencës dhe adoleshentës, lidhen të truri dhe Endri, nëpërmes një skice, e ka krijuar që nuk po e shoh në ekran tani, që gjithë këto probleme që ti i prodhon truri yt në paradoleshencë dhe në adoleshencë, kur rritesh ti i nxjerr jashtë të gjitha dhe vetë pastron, pra truri vetë pastrohet dhe prandaj labirint në tru është goditje që të titulli dhe që të mënyra se si e kemi ndërtuar kopertinën, që është të bërë e tëra me dorë. Po, e vërtet, duket bukur shumë dhe dëgjimi. Do të shikojmë faktikisht edhe raportin e artit me pikërisht me elementin e zhvillimit të adoleshentit ka një diçka shumë të bukur, sepse nëse e kuptojnë fëmijët që në moshë të vogël, që në kopësh merren me piktura. Piktura shumë të thjeshta, mirë po nëse fëmia do ta aktivizohet, do ta zgjerojë këtë aktivitet të bukur, kulturor, jo vetëm thjesht me pikturën, po edhe me elementet e tjera, do të kuptojnë që bota e fëmijës pasqyrohet pikërisht tek e bukura, tek arti, tek mënyra se si e zhvillon. Edhe ne kemi shumë modele, unë i kemi prezantuar në libër që këto adoleshentë, të cilët mund të mos jenë të shkëlqyer me të gjitha 10 në mësime, por që janë shumë aktiv në jetën e tyre shoqërore dhe sociale. Që ku mund të japin më shumë me potencialin që ata kanë. Dhe këto me të vërtetë sot kanë dalë produkte shumë të rëndësishme, përfaqësues shumë dinjitos, edhe brenda vendit të tyre, por edhe në botën e jashtme. Dhe pikërisht janë elemente motivuese, të cilat ne kemi mundësi sikurse pak më parë profesor Gjoj, që këto elemente motivuese ne ti prezantojmë vazhdimisht në mënyrë që këto fëmijë të kenë një motiv më shumë për të kuptuar pikërisht edhe jetën e tyre. Shumë suksese edhe për idenë edhe për librin, qoftë sa një guid, një manual për prindrit në radhë të parë, për të dëgjuar dhe për të ulur, për të dëgjuar fëmijët e tyre, për të, le themi, treguar se sa e rëndësishme është koha në fakt te adoleshentët për të ndërtuar në të ardhmen një shoqëri më të mirë, mbi të gjitha, sepse aty fillon e gjitha. Edhe njerë ju falenderoj për punën që keni bërë. Falenderoj dhe e treguat edhe për publikun. Asnjëherë nuk është e tepërt dhe vonë për të folur për këto problematika sociale me cilat përballet shoqëria, adoleshentët, mbi të gjitha dhe familjet. Ne do të shkëputemi, por do të ndalim pak a shumë tek e njëjta atmosferë, sepse përveç të gjitha problematikave që këtu u thanë, kemi një shkëputje të madhe edhe nga natyra, Gjoj. Po, prandaj e sugjerova që duhet nuk dalin në natyrë. Një vajzë nga Vlora ka krijuar një projekt shumë interesant
duke organizuar fëmijë në kopshtari, duke nxjerrë në natyrë, duke mbjellë bimën, duke njohur gjithë këtë proces, kështu të njemi pas pak për të treguar diçka më të bukur akoma. Kjo është për juve. Është për artin? Për karikaturën? Një dorat për mua. Faleminderit shumë. Fund në shënjestër, arti i karikaturës. Është diçka që është përgjithshëm për karikaturën. Me karikaturat e tua. Edhe libri, labirinti i ndëruar, faleminderit shumë profesore Ragim Sulaj. Endri dhe profesore Vansi. Edhe gjitha karikaturat që ti jetë konviktori. Shumë interesante libri që ke bërë. Ka dalë me disa libra, Endri, në tre. Turisti terrorist në Paris, Mbytje, Pemë në Arati. Interesante puna artistike që ti bën. Faleminderit shumë. Edhe librin e keni dhurat njëkohësisht. Faleminderit. Ju uroj punë të mbarë. Ka publicitet, rikthehemi përsëri në rrezën tonë. Mirë se erdhët sërish. Në një botë teje digitalizuar, gjithnjë më të shpejt, fëmijët po rriten larg natyrës, larg tokës, larg bimëve. Por diskutohet që një dorë e vogël që mbjell në një farë, mbjell durimin, mbjell qetësinë mbi të gjitha, për kushtimin dhe dashurinë gjithashtu për natyrën, për veten, për jetën. E ftuara jon sot është juriste në profesion, por është e përkushtuar prej vitesh në një mision të bukur, t'i kthej fëmijët në natyrë, përmes kopshtarisë, përmes mbjelljes së bimëve, të farave, të luleve, të perimeve. Ajo është gjithashtu autore e librit Kopshtaria për fëmijë, 48 projekte për mbjelljen dhe kultivimin e bimëve dhe organizon punëtori në qytetin e Vlorës për të afruar të vegjëlit me dheun, me bimën, me natyrën. Ajo quhet Marcela Tringaj, do doja ta përshëndesja fillimisht për ta uroja për këtë mision që ka. Përshëndetje Marcela. Përshëndetje Niki. Është shumë e bukur kjo që ti po bën. Që është për te profesionit tënd si juriste, por ndoshta pasioni yt për natyrën, apo është diçka e kultivuar nga familja, apo duke parë që për fëmijët ka shumë problematika sot ky raporti me natyrën dhe ti ke nisur të bësh diçka tjetër. Më thuaj pak, si të lindi kjo ide? Ka lindur sigurisht shumë vite më përpara. Jam nënë e 3 fëmijëve dhe kur ti prindëron, patjetër që do të bësh më të mirën për fëmijët e tu. Dhe qasja me natyrën ka qenë një nga ato premtimet që i kisha bërë vetes pa u bërë nën për t'ua dedikuar fëmijëve. Sigurisht, shumë pritshmëri takohen gjatë prindërimit e të tjera jo, por të qasurin me natyrën ka qenë një nga ato prioritetet e forta që i kisha vënë vetes. Pa dyshim që ka lindur edhe nga fëmijëria, nga gjurmët që kemi pasur në një fëmijëri ndryshe nga kjo epokë. Dhe ka qenë rritur dhe konkretizuar dal nga dal, fillimisht me fëmijët e mi dhe pastaj duke menduar pse jo të gjithë këtë ta ndaja edhe me fëmijë të tjerë të cilët kanë përshtypjen që kanë nevojë. Kanë nevojë të qatë natyrës. Dhe ne po shohim pak nga pamjet ku ju zhvilloni këto punëtorit apo kopshtarit në natyrë, duke mbledhur fëmijë të grupmoshave të ndryshme, sa e duan natyrën, sa të interesuar janë fëmijët për të bërë punë të tilla të vockla, për të mbjellur atë farën, për të kuptuar se si lind dhe rritet një bimë. Padyshim që fëmijët kanë një interes shumë më të madh se sa prindrit e tyre. Këtë kanë bërë gjatë përvojës. Nuk është çështja vetëm asaj punëtorie që mbaron shumë shpejt, vendosjen e farës në një farishte të vogël, mbulimin e saj me dhe ujitjen e saj, është një proces shumë i shkurtër, por e gjitha duhet të lidhet me një proces akoma më të gjatë, sepse kujdesit më pas bëjnë që fëmijët të bëhen më të durueshëm me atë çka kanë bërë për një moment shumë të shkurtër. Dhe kjo është një tjetër proces shumë i rëndësishëm për të kuptuar se gjithçka do kohën e vet, ashtu si një far për të çelur, për të bërë një njomës e vogël, e më pas një fidanishte, e më pas për t'i bjerë frytet. Kështu dal nga dal fëmijët kuptojnë edhe përgjegjësinë e kujdesisë, por gjithashtu edhe kultivimin e durimit. Nuk është thjesht vetëm procesi i mbjellet dhe mbaron aty. Është një proces që merr kohë, ata shkojnë në shtëpi, e marrin atë fidanishten e voçkël dhe e çojnë në shtëpi për të përkujdesuar. Dhe kjo ka të bëjë jo vetëm me një qasje të një kulture tjetër, nga çka jemi mësuar fëmijët
sot, por edhe për të qenë në një farë mënyre në një punë të pavarur, në një punë që kërkon dedikimin e tyre që në fund të ditës nuk është i lodhshëm, shumë preokupues, por në të njëjtën kohë dhe argëtues. Argëtues dhe i shëndetshëm, për zhvillimin emocional të tyre, zhvillimin psikologjik, për të kalitur disa tipare. Libri në fakt është përshtatur, sepse ka 48 projekte, për punëtori të bëra edhe në balkonin e shtëpisë. Nuk ka nevojë që të kemi një kopësht mirëfill për të kultivuar edhe për të rritur bimët. Kështu që mjafton të kenë durimin, dëshirën edhe pak mjete pune për të realizuar të gjithën këtë. Fëmijët vinë vetë apo dhe prindrit që ndrojnë aty, sepse dhe kjo është pjesë e rëndësishme. Ju thatë që më shumë të interesuar janë fëmijët se sa vetë prindrit. Po, fëmijët shumë ata. Zakonisht që ndrojnë, por ose aktivizohen bashkë me fëmijët e tyre. Varet nga momenti dhe nga eventi ose nga punëtoria që zhvillohet. Jo të gjithë kanë mundësinë të kenë një kopësht, sepse mund të jenë të rritur në pallat, si që e thatë edhe në balkon mund të ndodhë një kontakti tillë, po si kontakti drejt për drejt në natyrë, ku ti prek tokën, ti tokëzohesh, ti ndjen aromën e luleve të barit, komplet aromën e natyrës. Më thuaj pak, si reagojnë fëmijët, këta punëtorët e vegjël, kur ju jep një fare dhe ujin? Janë kureshtar të dinë se si do t'jetë procesi. Pyesin sa kohë do marrë fara për të mbirë, sa kohë i duhet për të bërë një bimë më e madhe, sa e madhe madhësia e farës, si do të jetë fruti i vogël fare, kureshtia ka të bëjë shumë mënyrën se si ata duan të zbulojnë të gjithë procesin. Kjo është ajo që më ka bërë kaq shumë përshtypje të procesi i mbjelljes së farave, se zakonisht farat janë stinore, çfarë mbjell në një stinë nuk mbjell në stinën tjetër, dhe kureshtia lidhet me gjithë procesin. Dhe ne po shohim tani ato duart e vogla që po e plerojnë, po vendosin farën dhe më pas ujin për ta rritur bimën që ju i keni dhënë në këtë punëtori. Më thuaj pak, Marcela, si reagon vetë komuniteti për projekte të tilla edukative? Dhe a ke menduar ndonjëherë që këtë projekt të këtyre punëtorive ta shtrish edhe më gjerë, të bisedosh me institucione të ndryshme, këtë unë kopshte, me bashki ndoshta, për ta zgjeruar më shumë këtë projekt? Në fakt, në përpjekjet e mia kanë qenë të vazhdueshme për të pasur një angazhim institucional për hir të vërtetës, sepse kur komponent dhe njerëz bëhen së bashku, sinergjia sigurisht është dhe më e madhe. Për hir të vërtetës nuk e kam gjetur në komunitet, edhe në komunitet ka qenë pak sa e vështirë, ka pasur individ të ndryshme, disa kopshte që kanë pasur dëshirën për të pasur këtë si përvojë. Megjithatë, me hapa të ngadalë, por të qëndrueshëm, besoj se doja dalë. E gjitha është në fakt edhe një përpjekje për angazhimin komunitar. Ne jemi rritur në një firmëri krejt tjetër, kur sensi i komunitetit ka qenë shumë herë më i fortë. Gjërat të bëri së bashku. E gjithë qëllimi im ka qenë ky, të bëjmë kopshte në kopshtaje, në përkopshte të fëmijëve të vegjël. Gjithashtu ambientet tjerë që janë në mes të pallateve t'i lulëzojmë. Dhe kjo ka qenë kërkesa ime e vazhdueshme tek institucionet për të bërë gjëra së bashku. Uroj që në të ardhmen të realizohet deri më atëherë, po vazhdojmë këto punëtori të vogël. Të shtrihet më gjerë edhe të merret si frymëzim edhe nga qytetet e tjera për të zhvilluar ato që quhet ndoshta kopshtaria urbane. Do të ishte vërtet një progres. Sigurisht, kopshtaria për fëmijë është një risi, është diçka e re që do kohën e saj të përfitet. Megjithatë, me kohën unë mendoj dhe besoj që gjërat do realizohen ashtu siç kam menduar, dëshiruar dhe parashikuar. Duke menduar faktin dhe përfitimet që ka të qenurit më afër me natyrën, më të prekshëm me natyrën, sa më në kontakt me natyrën, aq më fëmijë emocionalisht të pjekur, më mirë dhe mendërisht gjithashtu më të shëndetshëm, fizikisht gjithashtu më të shëndetshëm, duke i lënë aty në balte, duke i lënë në natyrë. Të gjitha këto janë përfitime të cilat i kanë fëmijët duke u marrë me punëtori, duke qenë për këto projekte, shumë zbavitshemi të gjitha për to.
Po, përpos kësaj ne jetojmë në një kohë shumë të vështirë, kur prindërimi është shumë vështirë dhe krijimtaria dhe gjithçka që fëmijët krijojnë me duart e tyre është minuar, le të themi, fal genialitetit dhe multikompanive, por le të themi Disney që gjithçka e kemi të gatshme, mjafton ta blejmë në dyqan dhe është aty për ne për të na argëtuar fëmijët. Kurse kjo është diçka tjetër, të krijuarit me duart e tua, të kujdesurit dhe të priturit atë çka ti je përpjekur për një farë kohe. Dhe këtë janë përpjekur që të nxjerrim sadopak fëmijët në ajo qerthulla e konsumizmit edhe të dalim për te asaj, për te kësaj epoke që jemi përfshirë gjithë pak a shumë. Fëmijët e tu çfarë moshe kanë, Marcela? I madhi është 16, vajza është 8,5 dhe i vogli 5,5. Të tre janë marrë me kopshtari gjatë vegjëlisë të tyre. I madhi që është në moshën e adoleshencës vazhdon ta ketë të dëshirë për të marrë dhe të angazhuar në punëtori apo në kontakte të tilla me natyrën? Në një formë tjetër, për shembull kujdeset me për lulet që janë të rritura në shtëpi ose tek ambientet e jashtme që keni, në një farë mënyre gjurmët e kopshtarisë i kanë mbetur, mënyrën se si e do natyrën, se si i qaset asaj, të gjitha i kanë mbetur jo vetëm si kujtim, po unë mendoj më shumë si një lloj edukimi edhe bërthimi të vazhdueshëm me natyrën. Për të parë momente, sigurisht, duke patur mamin aty, imagjino se sa me fat ndihen që nuk do ndihen më të zbrazët, por do të mbushen, sepse është një mbushje shpirtore shumë e mirë kontakti me natyrën. Purteka është portali ose faqja jote në Instagram, apo jo ke zgjedhur dhe emrin Purteka, një emër e marr aty nga natyra, nga degët e natyrës. Dhe për ata që janë të interesuar për të mësuar më shumë ose për të kuptuar më shumë se çfarë punëtorie Marcela ofron, mund të ndiqni faqen e saj Purteka në Instagram. Unë të falenderoj dhe të uroj shumë suksese, përgëzime për këtë iniciativë. Faleminderit për kohën. Faleminderit gjithashtu. Ne do të shkëputemi për publicitet, do të rikthehemi menjëherë me rubrikën Bëje vet me Stella Nikollën. Mirë se erdhët, rubrika Bëje vet me Stella Nikollën, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Duke shumë bukur me këtë stilin e ri. Faleminderit shumë. Të shamin e vendosur, gjithmonë je gojë, por që unë preferoj kjo vapaniki është që ke padurueshme, sidomos për ne gratë që kemi këtë problematik, se jo të dalim pa filtra, të dalim ashtu si që jemi, të duam veten ashtu si që jemi, me ato pak flokët që na kanë dalë, me këto shajet e bukra, të njerë dhe paruket, dhe derisa të vjejo dita që ne të kemi ato flokët e bukra, që jam e sigur që po vinë shumë shpejt. Edhe do të shohim pastaj me flokun tënd origjinal, që ka filluar zhmbushur, është plotësuar, apo jo? Po, ka filluar, ka dalë, sot zgjodha të vë këtë si tip shalli në kokë, që ndoshta t'jap edhe ndonjë ide për mikeshat e mia, që dukemi bukur gjithmonë kështu. Atë që zgjedhim, atë që si ndjehemi ne, atë transmetojmë dhe mendoj të tjerët. Dhe faleminderit që je kështu e drejt për drejt dhe pa komplekse për të treguar gjërat ashtu siç janë në të vërtetë. Sot do të tregojmë 2 maska. Po. 2 procese pune të shkurta të thjeshta për në shtëpi. Njëra ishte për qerpikët apo jo? Atëre, për qerpikët se mendojmë gjithmonë për flokët, po pse nuk kemi diçka për qerpikët, edhe ato kanë nevoj për kujdesjen e tyre, di që e teprojnë pak me ato qerpikët falso, jo po me rimelin ditë për ditë, kështu që të mundohemi të përdorim edhe disa maska ushqyese që ti kemi më të shëndetshëm. Kështu që është shumë e thjeshtë, si gjithmonë kemi rozmarinën, që nuk mungon asnjëherë, për zgjatjen, për ushqyerjen, për gjitha, i kemi folur shumë për efektet e rozmarinës. Vetit e saj, për flokët. Atëre, pa unë burko, e kemi vendosur në një tenxhere, kemi zier 5 minuta rozmarinën, kemi marrë 2 gjese, 2 dek, i kemi hedhur, ka zier dhe e kemi kulluar me kullesën. Pastaj kemi hedhur farat e linit. Farat e linit që janë të mbushura me acidet yndyrore, me omega 3, është ai efekti gel, efekti pak botox, kështu që... Të kemi si dhe si maskë fytyre me farat e linit. Kemi përdorur shumë herë, mund të përdorim dhe për flokët, përderisa e përdorim për qerpikët. Atëre, e hedhim në lëngun e rozmarinës, që përfituam gjatë zjerjes, i lëm dhe këto 5 minuta, që të zjejnë, dhe është krijuar kjo masa si veshtullore.
Kështu që unë e kam bërë gati për efekt kohe dhe e kullojmë. Tani kjo do jetë shumë e vështirë që të kulloj. Çfarë mase gjelatinoze krijohet prej efektit të farave të lirit? Edhe për flokët është shumë e mirë, edhe për lëkurën gjithashtu. Këtë herë, po e sugjerojmë që ta përdorim për qerpikët, për vetullat, po ashtu mund të jetë një opsion shumë i mirë për lyerje. Është çudi bërse. Unë e dashuroj farat e linit në fakt sepse është e mirë për të gjitha. Si për ta konsumuar, si për ta përdorur për maska. Sepse imagjinoni që ky lloj xheli do të jetë në aparatin tretës, do të jetë zbutje dhe aktivizon ato peristaltikën e zove nëse ne e konsumojmë, imagjinoj efektin që kemi pastaj të jashtëmi. Plus pastaj nuk ka dhe një kosto të lartë që nuk është e përballueshme, se gjithmonë mundohem që të bëjmë maska me gjëra sa më natyrale, që dhe neve, atëre, si që është përfituar kjo xheli, me ato kemi disa kështu krehër qerpikësh. Po, furçat që lyejmë qerpikun, nuk ta pastrojmë të vjetër. Sigurisht që duhet pastruar, thjesht me pak sapun ajo pastrohet, edhe çdo darkë lyejmë qerpikët, flëm me këtë maskë, nuk ka nevojë ta heqim. Dhe nesër mëngjes thjesht shplajmë fytyrën edhe i kemi qerpikët më të bukur dhe më të shëndetshëm. Kjo maskë sasi qëndron, le themi, në dollap për disa ditë. E vendosim në frigorifer. Nuk ngrin, nuk ka asnjë problem, gjithmonë në frigorifer e freskët. Kështu që dhe qerpikët tanë dihen më të freskët, më të ushqimshëm. Çdo mbrëmje një ushqim natyral për qerpikët, sepse kemi prekur çdo pjesë, flokët, lëkurën, edhe ato kanë nevojë për të ushqyer, sidomos për persona të cilët ekspozohen ndaj përdorimit të tepruar të rimelit, që kanë të make-upit, të make-upit gjithashtu. Tani po ta shohim mosha shulur pak e make-upit, sepse unë e has me gocën time, që 14 vjeçe, kanë dëshirën e rimelit, kanë dëshirën e një blashi, të gjëra të tilla, dhe unë mundohem sa më shumë që ta ndihmoj për ta parandaluar këto problematika që duam s'duam na japin. Janë aty prezent. Tani do të ndrojmë vendet sepse kemi sugjerimin tjetër për të treguar. Po pëlqen kjo lëvizja gjithmonë. Çfarë tregojmë tani? Çfarë do të sjellim? Mendova kur vemi në plazh. Sigurisht që na pëlqejnë ato rezet e para të diellit, i dashurojmë, ai deti bukur, ajo zhurma, dhe harrojmë që ne skuqemi dhe na zë ndonjë gjumi, na zë gjumi, dhe digjemi nga dielli, po sepse me kalimin e kohës e mësojmë, pastaj futemi pak në çadër, dim të kujdesemi, po ditë e para jemi çik kështu si nga i gjumi letargjik i dimrit, kjo vera nuk ka të paguar. Atëherë, mund të përdorim një spray. Kush nuk e ka provuar një herë djegën, kështu që le ta themi kështu troç këtë pjesë. Tani e kemi provuar të gjithë dhe jemi rritur të gjithë me kosin. Me lyerjen me kosin. Kemi vendosur atë kosin në lëkurë, e ka ushqyer, ai thahet komplet si e thith lëkura, por ka një aromë pak që mua nuk më pëlqente trupi kosi. Me thënë të drejtën, por që është shumë i mirë, mund ta përdorim akoma. Ka të njëjtat efekte. Ajo është kryesorja, por që na marrim rastin sikur jemi djegur pak. Atëherë bëjmë një spray që mund ta marrim me vete në plazh, ta lëmë në frigorifer gjatë mbasdites kur jemi në shtëpi, shumë kollaj, me aloe vera, ujë distiluar ose ujë trëndafili, lule trëndafili. Ne kemi marrë ujë të distiluar të freskët, dhe kemi si gjithmonë aloe vera. Po. Aloe vera që është shumë qetësuese. Aloe vera, ujë distiluar, edhe vaj kokosi. Vaj kokosi. Të treja bashkë do të freskojnë, qetësojnë lëkurën e djegur. Po, do përgatisim një spray. Si gjithmonë ne aloe verën e marrim të freskët nga i heqim nga vazo, që se kanë elemente toksik, kështu që gjithmonë i pastrojmë aloe verën prej këtyre gjëmbave. E mira e aloe verës është që rritet shumë kollaj, nuk hasin vështirësi. Nuk është se do ndonjë përkujdesje të veçantë. Po. Edhe as ujë nuk e do të përditshëm, siç e duan bimët apo lulet e tjera në shtëpi. Edhe e grim që të përfitojmë një masë. Okej. Do të jetë prezent xheli aloe verës tek uji i ose kush ka xhel aloe vera të gatshëm. Dhe mirë është që të kemi ato kontenjerët që janë si që kanë kapakun sprej për ta spërkatur lëkurën. Atëre, morëm pak xhel aloe vera. Unë do të thoja që me elementet që janë këtu,
Jemi djegur si mi djegur, në duhet një spray tjilë. Ta më pajtur të butë dhe të hidratuar. Është një spray freskues. Edhe një luk gjelle ose 2 luk të vogla. Dhe të njëjtën gjë me vajin e kokosit. Që du tjetë ja tani këshu i shkrirë, se s'ka shanse në këto temperatura, vajin tjetë... Tani po, nuk e kemi atë problem. Në gjëndje të ngurët. Tani duke u bërë bashkë me njëra tjetërën, nuk e kemi atë problemi që vaj kokosit të në ngri në frigorifer. Sepse përderisa hyrë në një spray freskues, sigurisht që do të mbajmë në frigorifer. Kjo që është, që përfitua. Një sasi më të vockël. Po, edhe në qoftë se kemi dëshirë të shtojmë do një aromë, pse jo, edhim... Për shembull vajin, se ishte hapur, ajo, s'ke vajin esencial të livandos apo të mentes, që është tepër freskues. Do edhim 1-2 pika. I jep edhe aromë, edhe ka vetit e veta qetësuse mbi të gjitha. Përfitova një aromë të shkëlqyer në duart e mia. Livando është qetësuse shumë. E kishe bërë kastile, që të besha dhe unë pak me livando. Një përzierje e tillë, mund ta mbani ku të dëshironi, ku të keni mundësi, mjaftojnë që të kujdeseni për lëkurën para dhe pas ekspozimit në diell. Ajo diskutoj që duhet jemi të kujdesshëm, por po na ndodhi diçka e tillë, këtë edhim në një kontenitor spray, edhe kemi me vete në çantë. Po, një pyetje për pjesën e serumit natyral, se një lloj serumi mund të jetë kjo me vajin e rozmarinit ose me rozmarinën e zirë dhe me farat e lirit, të cilat mund të përdoren shumë mirë edhe për flokët, apo jo? Po, sigurisht që përdoren. Nëse do të përgatisim një masë dhe një sasi më të madhe. Atëre, të njëjta gjëra do përdorim, mund të shtojmë edhe pak vaj, sepse vaj, si vaj ulliri, vaj kokosi, çfarë të duam, për ta ushqyer më tepër, se flokët janë në masë sasi më të madhe, sigurisht që do jetë mirë që t'i lëm mbi 12 orë, do jetë ideale, gjithmonë këto maska e kam pak të... Nga dalë të veprimin? Veprimi është nga dalë, por që është... Duhet jemi sistematik në përdorimin e tyre, që të marim dhe benefitet që duam. Jo vetëm e njerë, se nuk na jep atë rezultat. E drejt. Duhet jemi pak rigoroz të këto... Të falenderoj për të dyja sugjerime që dhamë sot për rubrikën tonë Bëje Vetë, të cilat mund të ndihni edhe në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, si kundër edhe bisedat e tjera që u zhvilluan në studion tonë bashkë me recetat e përgatitura më herët. Faleminderit shumë. Ditë mbarë Stella, ditë mbarë dhe juve, mirupafshim, ju përshëndes.